rrëfimet e prindve të mi, që ma këshim bërë të gjallë Spatari. Po unë e dhja ku shtrihej, kodrat e bota, shtëpit, gjithçka tjetër. Qëndruam makinën dhe fillova të gjitëm një monopat. Ca rënoja, ca gurë të vjetë, ca gurë të rënuar aty, shta shtëpi e vjetër, mora një gurë, preva një degulliri, futa një qese. Arrita në Tiranë, autobusit në Rokozhinë. Babaj më ishte borë shumë i fortë, nuk s'kam pa lotë, sytë e tia, jo i them, kam qenë Spatar, a i shtangë më fillim. Si ke Spatar, tha, si shkove, ja tërgova. Cora gurin, me beso, kur i dhash gurin, su kur i dhash flori, e pa, me vëmëndje, e puthi, dhe filloj të lotoj. Për e të parë, kam pa lotë në sytë e babaj tim. Ma të diqë babaj im, më shkova prapë qamri, dhe mora prap gurë. Dhe në përvjetori e vdekjes tia, në gurë, me shkonim në Vareza dhe javura gjitha gurin të koka. Unë nuk pi cigare, i them tim vlaj, më ndisi cigare, më ndezi, më beso, cigare, sigur nuk ishte duhan, por sigur ishte barut. Unë des me njerë, thash për vete, shpirti babaj tim, u knaq që më në fund, i solla një gurë nga betlinde e ti, që nuk e pa sa ishte gjallë.